Bamirësia rrit furnizimin dhe mbron pasurinë. Shkaku dhe pasoja janë nga urtësia e Allahut. Ai ka lidhur shkakun me pasojën e gjërave. Për shembull, personi që përdor metoda të mira në mbjedhjen e të korrave të tij, do të ketë një korrje të mirë, ashtu si një person që ha dhe pi shëndetshëm do të ketë shëndet të mirë. Allahu gjithashtu i ka lidhur shkaqet shpirtërore dhe metafizike me rezultate shpirtërore. Allahu thotë se ai që është i dobishëm për të afërmit e tij, do të ketë një rritje në jetëgjatësinë e tij. Gjithashtu Allahu thotë se dhënia e sadakase largon të keqen. Ne qenjet njerëzore pyesim veten se si janë të lidhura shkaku dhe efekti dhe cila është mençuria pas ngjarjeve në jetë. Disa shkaqe dhe pasoja janë të lehta për t'u shpjeguar dhe mençuria pas tyre është e qartë. Nga ana tjetër, disa nga këto fenomene janë të vështira për t'u shpjeguar. Megjithatë, Islami thekson se dhënia e sadakasë rrit furnizimin. Tu janë disa tradite që theksojnë këtë fakt. Profeti alayhi salam thotë: "Tërhiq furnizimin duke dhënë sadaka." Ebu Abdillah alayhi salam thotë: "Allahu i jep ndihmë njeriut në sasi të barabartë me sadakan që jep njeriu." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam thotë se çdo gjë ka një çelës dhe çelësi i furnizimit është sadakaja. Më poshtë janë disa ngjarje të jetës reale që do t'i ilustrojnë këto fakte. Në të vërtetë Kurani thotë se ai që i jep hua Allahut do të marrë shumë fish më shumë huazim të mirë. Sura El-Bekare 245. Sheikh Abdul Azim Al-Muhtabi Al-Bahrani në librin e tij Qasasuel Kawatir tregon se një mik i tij i dashur erdhi tek ai në nevojë për disa para. Edhe pse sheiku nuk kishte asgjë për t'i dhënë këtij miku, megjithatë ai kërkoi mikut që ta takonte në një vend të caktuar, në mënyrë që ai të jepte atë pak që zotronte, duke menduar për thënien se nëse nuk mund të japësh gjithçka, mundesh të japësh pak. Teksa sheiu e priste këtë mik, ai hasi në një ajet të Kuranit që thotë se njeriu duhet të japë sadaka sipas mundësive të tij, dhe se Allahu nuk e ngarkon njeriu më shumë se sa mundësitë e tij, dhe me siguri pas vështirësive ka lehtësi. Shehu e pa se ajeti po përshkruante pozicionin e tij në lidhje me mikun e tij, pasi shehu nuk kishte shumë për t'i dhënë mikut të tij, por ai do ta ndihmonte mikun e tij sipas mundësive. Ndërsa nxori një zarf me atë pak që kishte, vendosi të shkruante vargun e Kuranit në zarf. Pasi mbaroi se vepruari, e gjeti mikun e tij duke ardhur drejt tij i lumtur dhe duke thënë se ai kishte marrë atë që dëshironte shpejt, pasi shehu i kishte premtuar se do t'i jepte diçka. Këtë incident e kam hasur personalisht dhe do ta zbuloj në detaje. Një miku im më telefonoi dhe më kërkoi të mblidhja disa para për përkujtimin e martirizimit të Imam Hasanit alayhis salam për të ndihmuar disa nevojtar. Fillova ta bëj këtë dhe pa kohë më pas mblodha 50 dinar, ndërsa shuma e nevojshme ishte 60 dinar. Për të mbushur deficitin personalisht kam shtuar 10 dirhem, pasi koha ishte e shkurtër dhe nevojitej urgjentisht. 3 ditë pas incidentit, një miku im më telefonoi dhe më tha se ndërsa po kërkonte librat e llogarisë së tij, zbuloi se më kishte borxh 100 dirhem dhe donte të më kthente shpejt. U befasova dhe nuk mbajta mend se si mi kishte borxh këto para. Megjithatë, ai më kujtoi dhe më tha se më kthente me këste dhe pasi kontrolloi librat e tij zbuloi se nuk më kishte paguar këstin e fundit. E pra, ai më pagoi paratë dhe ndërsa po mendoja për ngjarjet më kujtua se si premton Allahu në Kuranin famlar që një vepër të mirë ta shtoj 10 fish. Më kujtua shuma prej 10 dirhemësh që kisha nxjerrë si lëmosh. Një dietar i madh, Al-Hay Muin Ashirazi, tregon se një mik i Seid Darshoit, i cili ishte biznesmen, i tha atij se biznesi i tij ishte në gjendje të keqe dhe se kapitali i tij ishte varfëruar dhe ai ishte në borxhe. Teksa ishte në këtë gjendje të rëndë, një herë erdhi një vajzë hebreje dhe e njoftoi se po martohej dhe se ishte jetime. Ajo i kërkoi atij që të kishte mëshirë për të dhe t'i shiste disa aksesor shtëpie me një çmim të lirë. Edhe pse biznesmeni ishte në gjendje të keqe ekonomike, ai vendosi të shiste vajzës mallin me çmim të lirë, me të cilin malli kushtonte 150 tuman. Ai dha asaj një zbritje prej 30 tumanësh dhe ia shiti mallin me humbje. Menjëherë pas kësaj, atij ju afruan disa mallra shtëpiak që rrallë shiheshin në treg me një çmim shumë të ulët dhe me një avantazh shtesë se i ofroheshin me kredi. Megjithse hezitonte të merrte marrëveshjen, ai e bëri këtë dhe përfundoi duke bërë një fitim të madh, pasi njerëzit kishin nevojë për artikujt për shkak të mungesës së tyre në treg. Në këtë mënyrë ai rimori kapitalin e tij dhe gjendja e tij ekonomike u përmirësua. Sheikh Kuleni në librin e tij El Kafi transmeton hadithin e mëposhtëm nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam. Shëroni të sëmurët tuaj duke dhënë sadaka ose sadaka dhe largoni problemet dhe fatkeqësitë duke dhënë sadaka dhe shtojeni furnizimin me sadaka. Sadakaja i dëbon 70 shejtanët nga ajo që kanë në mjekër dhe lëmosha shkon në dorën e Allahut para se të shkojë në dorën e nevojtarit. Profeti ynë i shenjtë alayhis salam thotë: duhet të japim sadaka
pasi ajo na shton pasurinë dhe na godet mëshirën e Allahut. Njëherë Ebu Abdillah a.s. e pyeti djalin e tij se sa para kishte. Djali i tij u përgjigj se kishte vetëm 40 dinar. Ebu Abdillah a.s. i kërkoi të birit që t'i jepte të gjitha në rrugën e Allahut. Djali i tij hezitoi dhe tha se ishte e vetmja sasi e pakët që zotëronte. Babai i tij u përgjigj se bamirësia ishte çelësi i furnizimit. Menjëherë, pasi dha shumën në bamirësi, djali i imamit mori 4.000 dirhem. Imami a.s. i tha djalit të tij: "O bir, ne i dham Allahut 40 dirhem dhe ai na dha 4.000." Mulla Fata Ali tregon se një nga miqtë e tij të ngushtë kishte lidhje me të se ai kishte disa ferma. Një vit, për shkak të kushteve të këqija ekonomike, njerëzit vuanin nga uria. Ky vendosi t'u jepte të varfërve të korrat e njerëz prej fermave. Kështu ai shkoi në xhami dhe shpalli se njerëzit mund të përfitojnë nga kjo tokë me kusht që të kenë nevojë dhe se nuk do të marrin nga të korrat më shumë se sa ishte e nevojshme. Të varfrit shkonin aty çdo ditë në numër të madh dhe përfitonin. Pronari i fermës ishte aq i zënë me punën e tij sa që nuk e ndoqi nga afër gjendjen e asaj pjese toke. Pasi korri të gjitha pjesët e tjera të tokës, ju kujtua kjo fermë e veçantë që kishte dhënë si bamirësi dhe i urdhëroi shërbëtorët e tij të shkonin dhe të mblidhnin çdo bar të thatë, bim dhe far që mund të kishte mbetur. Për habin e madhe të shërbëtorëve, ata zbuluan se kishin mbetur ende shumë prodhime që nuk ishin korrur dhe konsumuar. Kur mblodhen të korrat, të gjithë zbuluan se të korrat e asaj pjese toke e kalonin atë të gjitha pjesëve të tjera të tokës që zotëronte njeriu. Përveç kësaj, ndërsa ishte një praktikë e zakonshme të lindte një tokë pa mbjellë asnjë kulturë vitin e ardhshëm, në mënyrë që të mund të rifitonte mineralet që kishte humbur, u zbulua se kjo pjesë e tokës nuk e kishte humbur fare pjellorinë e saj dhe u bë e mundur të kultivohej në vitin pasardhës. Vërtet Allahu i ashton atij që do. Surja Bekare 261.